lidhur me këto? Jo, nderume, para më shumë se një viti, unë e kom qenë ajo që jam persekutu dhe paragjyku nga njerëzit, kur kam thënë që gjykata nuk është bartësi i përgjegjësisë për rastet cilat po rritën. Dhe këtë kam thënë në bazë të statistikave dhe të gjitha të dhënave profesionale që kam pas, sepse gjykata në Kosovë jep dënime qaq të forta në raport me shtetet evropiane, sa nuk mund as krahasohet për veprat penale si këto. Para 2 viteve kam thënë, me këtë trend të dënimeve të larta që po jep gjykata, vrasjet vetëm kanë u rrit. Dhe sot, gati 2 vite mrapa, po vërtetohen teoritë që unë i kam thënë mbi bazën e studimeve dhe përvojës që kam pas. Mu po vjen mirë që tash të intelektual dhe shtresa tjera e kanë pa që nuk është akteri dhe përgjegjësi kryesor gjykata, po janë problematik institucione tjera dhe vetë shoqëria brenda. Unë pajtona me shumë prej pohimeve që tha nderumi, mirë po një infrastrukturë ligjore mes arsimimit shkollor dhe mirëqenies sociale në baza të lagjeve, që mirëqeniet sociale që është akteri kryesor i shtetit dhe prap njerëzit nuk po dojnë me perceptu dhe me pranu, po lojnë si një ministri e cila nuk duhet barë përgjegjësi dhe nuk ka efekt në shoqëri. Është e kundërta. Nëse ju kujtohet, ose nëse keni dëgjuar nga shqiptarë që jetojnë nëpër shtete tjera, çdo e dyta fjalë ka me thonë sociali na e ka rregullu vendin e punës, sociali vetë banimi, sociali na ka caktu shkollimi, sociali ka po gjitha. Që ky social që ka kaq shumë impakt në shoqëri është mirëqenia e punës dhe Ministria e Mirëqenies Punës dhe mirëqenie sociale në Kosovë, e cila është e pasive në Kosovë. Kur them pasive, ka të bëjë vetëm me kategorizimin e pensioneve, rasteve sociale, që ato më shumë janë administrative, po në therr nuk punon në raport me zhvillimin social të fëmijëve. Shkollat janë e tjetra pengesë, ose tjetri front i luftës ose i veprimeve që duhet marrë. Për faktin se shkollat funksionojnë individualisht. Një aktivitet dhe një dispozit ligjore ose ligj që i nivelizon të gjitha mënyrat e kontrollit të fëmijëve problematik në për të gjitha shkollat njësoj, nuk është në Kosovë. Dhe përderisa nuk është në Kosovë, mbetet mbi vullnetin e drejtorisë së shkollës se si duhet të veprojë me fëmijët të cilët janë problematik. Kjo është e rrezikshme, se është vetëm vullneti dhe dëshira. Dhe aty nuk ka të bëjë me kontrollin shtetëror. Përderisa nuk ka kontroll shtetëror, nuk mund funksionoj në nivel të shoqërisë kombëtare pozitiviteti dhe ndryshimi tek ta njerëz. Ka shumë e folë për këto tema dhe është e vështirë në Kosovë me e thënë ata që vërtet ti e ke konstatu gjatë përvojës tënde, sepse paragjykohesh edhe nga profesionistat. Ne kemi një deformim shoqëri se duam me çdo kusht ta kundërshtojmë tjetrin për të ardhur në pa vetë. Unë nuk kam dilema dhe nuk kam probleme kërku falje nëse dikush ka me mbind mu që teoria jeme është e gabushme. Nëse dikush ka me madhon një provë dhe me më thonë zoj, ti po konstaton gabimisht se kështu shtu jo rrethanat. Na e kemi nga inferioriteti që deri dje kemi qenë në sundim dhe ti s'ke mujt me paraqit ndoshta aftësitë e tua profesionale, se gjithë kemi aftësi të veçanta, tani doj me shpërthy kundër secilit. Dhe ato janë diçka që ma shumë kisha milon kulturore, po me impakt të tjetri. Sa dëgjova unë, që ishte e dhimbshme, personat në 19 vjeçar që u vranë mund tjetë edhe gabim. Dorasit gjatë gjithë kohës është bullizu për shkak të pamjes së tij. Se ai pas ka qenë më i shkurt me trup dhe të tjerët e kanë sundu. Në ndërkohë ai ka pas probleme sociale se ju kanë do aprind, dhe shpërthimet emocionale të tina, pa fajin e tij dhe pandimin e asnjë kujt rreth, kanë qudej aty. Jo që unë du të arsyetoj atë person, se ai do ta ketë dënimin dhe ato për veprimet që i ka bo. Mirë po të tillë fëmijë ne kemi çdo kund. Të tillë të ri, pse jeti i ri ose i pjekur, nuk mund është çdo kohë t'jesh i gatshëm me i përballu trysnive ose presioneve publike, edhe të shoqërisë. Kështu që ka ardhur koha edhe si prind, edhe si të rritun, ta pranojmë realitetin dhe jo me domosdoshmërisht t'jemi ata që dikush don me na pa. T'jemi vetvetja.
nuk ka qenë e lehtë në aspektin profesional unë me i thonë profesionistëve që është gabim, se dënimet e larta nuk janë të na çu kërkon. Atëherë edhe prej zyrtarëve hetus, edhe prej avokatëve, kolegëve të mi, edhe prej shumë intelektualve jam paragjyku dhe jam sulmu. Adelina, gjykata ka fjalën e fundit. Jo, o zotni, jo, se sot po të kallëzoj statistikat, po të kallëzoj realitetin terren, nëse unë pas na pas gabim. Nuk funksionon vetëm një institucion me pru rregull. Familja është e cenume në raport me punën që na kemi me bo, në raport me kontributin që mu i me dhonë, jemi pak ma të kufizum. Se kemi obligim me mbajt një familje cila është shumë vështirë sot, kemi një orar super të gjatë, mandej nuk dim, unë personalisht kam dilema, a duhet në të mosdëshmërisht jem strikt me fëmijët e mi, apo duhet jem pak ma e lirë me ta, që ata t'jenë të pranueshëm shoqëri, që mos t'jenë të vetmuar. Kjo është një dilemë, mirë, po sikur të kishin funksionu sociolog në për shkolla, me një program të njëjtë për të gjitha shkollat dhe për të gjitha kategoritë e fëmijëve problematik, që edhe brenda kategorive të fëmijëve problematik ka grupe me cilat ti nuk mundesh mu qas njësoj. Me ata që konsumon drogë nuk mundesh me trajtu njësoj, drogë. Me ata që ka probleme me divorce ose me familje nuk mundesh me të njëjtin program me u qas. Me ata cilin për momentet saktura të zhvillimit hormonal të adoleshencës që është brenda shkollës fillore dhe në klasën e 9, ka rënje të mëdha, nuk mundesh me funksionu njësoj. Gjemani një shkollë e cila i ka programet e veçanta për këto kategori, nuk ti ka. Se mas parit nuk e ki si akt obligativ ligjor nga institucioni ma i lartë të poshtë. Kjo me vite tona nuk është bo, nuk po thom që tani nuk po bëhet, po me vite tona është neglizhu. A mendon Adelina që të përmende që ndoshta dënimet